Ja ku erdhi momenti, tani mund të marrim frymë lirisht. Pas vitesh të tëra përballje me korrupsionin, keqeverisjen, skandalet, emigrimin masiv, krimin e organizuar, sistemin arsimor të dalboje dhe pa harruar i vendosje në shina të spakut, më në fund qeveria ka dhënë kurën për armikun që ka identifikuar ai kanoset vendit mbyllim TikTokun. Për të mirën e të gjithëve, vizioni i ri i qeverisë ka vendosur t'i jap fund këtij rreziku për 12 muaj, deri më 2030-ën, kush e di se sa rreziqe të tjerë do të shtrënjosen. Naivitet të pyes është nëse kjo është një rastësi që ndodh 2 muaj para zgjedhjeve, kurse si. Kjo është thjesht një përpjekje e sinqertë për të shpëtuar rinin ton nga videot me kërcime, sfidat idiote, recetat për makarona me ton, nga ujqërit e fshehur në luginat e rrjetave sociale dhe njerëz që janë bërë të famshëm duke qenë të sinqertë. Kjo nuk ka të bëjë me faktin që kryeministri nuk e ka audiencën e TikTokut me vete. Jo. Në këtë vendim historik, si ato mendimet që në kohën e Enverit kur ishim vetëm, ne sot ndryshe nuk jemi vetëm, jemi në një shoqëri që na e kanë zili të gjithë. India e ndaloi TikTokun se kishte probleme me Kinën në 2020-ën. Pakistani e ndaloi se po përhapte imoralitet në 2021-shin. Afganistani e ndaloi në 2022-shin që të mos shpërqendroheshin njerëzit nga ligjet e sheriatit. Jordania, Kirgistani, Nepali dhe Somalia e ndaluan për arsye të ndryshme, kryesisht se duhet të ndalonin diçka. Australia nuk e lejon për fëmijët nën 16 vjeç. Kanadaja, Britania, Zelanda e Re dhe shokët e tyre europiane kanë ndaluar për punonjësit publik në telefonat e punës, sepse çuditërisht ata shkojnë në punë për të punuar. Por si gjithmonë, ne bëjmë diçka ndryshe, diçka model për botën. Në Shqipëri nuk e ndalojmë vetëm për nënpunësit, as për të miturit, e ndalojmë për të gjithë, se kjo është demokracia e vërtet. Sot e nesër, nesër e pasnesër, plot 12 muaj demokraci. Ky është solidariteti, ose jemi të gjithë të lirë ose të gjithë të bllokuar. Më në fund mund të flem të qetë, Shqipëria nuk ka më halle përveç TikTokut. S'ka rëndësi që një TikTok mund të ishte më i shpejt për të treguar ndonjë skandal korrupsioni se sa ndonjë media e kapur. S'ka rëndësi që shumica e të rinjve e përdornin për të bërë humor mbi realitetin që jetojnë. S'ka rëndësi që vendimi ngjan më shumë me një puç digital se sa me një akt demokratik. E rëndësishme është që nga java tjetër nuk do të kemi më nevojë të shqetësohemi për algoritmet e TikTokut. Do të kthehemi tek argëtimet tona të vjetra, si për shembull, kundrimi i listave të kandidatëve për deputet me shpresën se kanë ndonjë emër që nuk ka lidhje me botën e krimit. Shqyrtimi i premtimeve për ujë 24 orë, shëndetësia falas, legalizimet, hekurudhat, rrugët e lëna rrugëve e tjerë. Praktika e vjetër e trushplarjes dhe fikjes së trurit me edicione lajmesh vijon me intensitet. Në fund të fundit një vendim i tillë duhet përshëndetur, sepse që nga data 15 mars një Shqipëri pa TikTok do të jetë vendi ku të gjithë jetojnë të lumtur, pa probleme, pa halle dhe mbi të gjitha, pa bezdisje në një video që mund të na kujtojë se çfarë po ndodh në të vërtetë. Pas 15 marsit, kushdo që do të lundrojë në një platformë të vërtetë, sugjeroj sy më sy, e cila do zgjerohet me rubrikat vesh më vesh, krah më krah, nofull më nofull, dhëm dhëm, gjum gju.